Në ndërkohë, me që e përmendëm pak më herët te HPV, apo të pyes edhe tek kanceri qafës së mitrës, çka nëse një gru shtatzon diagnostikohet me kancer të qafës së mitrës gjatë kontrollës? Gjatë kontrollës. Këtë mbarë prej asane, domethënë se çfarë gjendje jemi, domethënë numër 1, domethënë se çfarë shkallë e ka kanceri, domethënë janë të rralla se nëse kanceri i qafës së mitrës është më i avancuar, ai nuk mundet me shtazon. Aha, okay. Domethënë kjo është ajo se. Po pra, nëse shumë që ka një farë ndryshimi në qafë të mitrës, edhe faktikisht u shtazon, edhe tashti nuk mund të me thonë që kjo është rregull për shembull, nëse gruaja ka veç familje dhe është ndoshta fillimi shtazanisë, tashti qëllimi është me shpëtu jetën e gruas. Domethënë detyrohemi ndoshta të mendë prish tazanin. Po kena pas edhe raste tjera, tashti po dal për dikon këtë tjetër, domethënë të jetin që kom punon në Gjermani. Unë kam pas gruan, domethënë që ka pe Kosovës, u kanë shtazon, edhe ka pas kancerin e jo qafës mirë, po ka pas kancerin e xhirit. Edhe në atë njëjtën kohë, për me arrit një moshë të bebës, që për me mujt beba me lind, domethënë gruaja kena dhënë kemoterapi. I keni dhënë? I kena dhënë kemoterapi. Edhe faktikisht kanë shpëtuar të dytë, edhe beba edhe gruaja. Pa e ndërprish tazanin? Ndërprish tazanin. Amo ti duhet vetëm shumë hendunëm të jetë dikon tjetër. Vetëm se është me rëndësi me ditë çka ban edhe çka nuk ban. Domethënë unë thash për shkak asana që gruaja është shtazon, unë nuk mundem me lanë me avancu kancerin me një farë, domethënë edhe për me tani më vdek gruaja e knena këtu. Po duhet gjithmonë me gjetë një farë mesatare, domethënë balansin. Edhe kjo domethënë nëse gruaja është me kancer qafës të mitrës edhe është shtazon, varësisht për gjendjes. Nëse është për shembull shtazania e parë, e dyta edhe domethënë që është java për 20 ose diçka, do të mundohemi me dhënë një terapi ose eventualisht me operu me një farë që pas me lanë kancerin domethënë më zhvillu. Derisa ta arritmi pjekurinë e shtazanisë me një moshë ku na e dina që ky fëmijë mundet me mbietu dhe tani vazhdon procesin e trajtimit të nanës për shembull. Po për tash edhe një herë, kjo gratë të cilat e kanë kancerin e qafës mitrit me një shkallë të avancuar, ato ashtu se nuk munden me shtazon për shkak ndryshimeve hormonale që ndodhin aty, po edhe për shkak dëmtimit të qafës mitrit me një farë domethënë që janë aty faktikisht tani ajo është ndryshimet e qelizave të tjera që domethënë nuk e lajnë me mbet.